Ka hyrë në ditën e 7 greva urisë së punojësit kompanisë së naftës Bankes Petroleum në ambientet e sindikatës së tyre në Marinz. Në intervistë për MCN, kreu i sindikatës Dritan Shau thosë se gjendja shëndetësore e naftëtarëve vjen çdo ditë duke u përkeqësuar. Gjendja e grevistëve paraqitet pak e rënduar, çdo ditë edhe rëndohet edhe më shumë. Madje 3 prej tyre kanë këmbë injeksione pasi kanë pasur përgjegjësinë të shëndetit dhe nga marrja e injeksioneve duket sikur kanë qëndrueshmëri tani. Naftëtarët kërkojnë rritjen e fondit të pagave me 18%, teksa Shau thosë se qëllimi është ulja e diferencës ekstreme të pagave. Ne kemi kërkuar rritjen e fondit të pagave me 18%, rritjen e përgjithshme të fondit të pagave me 18% dhe shpërndarjen e tij për pagat e nënta me qëllim e diferencave ekstreme të pagave për të dhënë drejtësi paga dinjitoze. Paralelisht me grevën vijon edhe bojkoti punës duke lënë pa monitorim pustet e naftës, ndërsa kompania ka gjetur si zgjidhje momentale marrjen e punojësve nga kompaninë kontraktore. Një pjesë shumë e vogël e tyre nuk mund të zëvendësojnë pjesën e 200 punëtorëve të tjerë që janë në bojkot, sepse i bën risk për shëndetin, bën risk për sigurinë e punë, gjithashtu bën risk vetë vendorimit. Këtë të martë është lënë një takim me anëtarëve të Këshillit Drejtues Sindikal dhe përfaqësuesve të bankës për diskutuar mbi kërkesat e naftëtarëve, por në një reagim të bërë pak ditë më parë, kompania kineze deklaroi se rritja e pagave është e papërballueshme financiarisht.